Ministri i Arsimit dhe Sportit Olgerta Manastirliu priti një grup maturantësh ekselent për të diskutuar mbi zhvillimin e maturës shtetërore dhe për të ndarë risitë e këtij viti në procesin e provimeve. Në bashkëbisedim me maturantët, ministria theksoi rëndësinë e përgatitjes dhe garantimin e një procesi të drejtë dhe të rregullt për të gjithë nxënësit maturant. Përmes jush edhe t'i thonim rreth 27.000 maturantëve në të gjithë vendin që nuk ka fare vend për të patur ankth apo për të patur stres, sepse provimet e maturës janë një vlerësim periodik, siç bëhen të gjithë provimet e tjera, për të matur arritjet tuaja. E veçanta e provimeve të maturës është sepse vlerësimi në maturë ju llogaritet edhe për studimet e mëtejshme në universitet. Testet model që ne tashmë u bë 2 vite i japim për nxënësit maturant që në muajin janar, në mënyrë që ju të keni kohën e nevojshme për të përgatitur, janë një mundësi shumë e mirë që ju të familiarizoheni me mënyrën e testit për 4 provimet e maturës. Ajo që është e rëndësishme në këtë vit është që fondin e pyetjeve kemi të riorganizuar, sepse edhe mësuesit që janë përfshirë, pra hartuesit e tezave, i kanë ripar me shumë kujdes. Do të kemi mundësi që duke filluar nga data 3 qershor, që është provimi i parë i maturës, dhe duke përfunduar në datën 25, që është provimi i fundit, të kemi të gjithë mundësinë që e para testimet, pra provimet e maturës, të jenë sa më të rregullta, korrekte. Pra administrimi të bëhet sipas një procesi serioz. E pyetur nga maturantët mbi të ardhmen e formatit të maturës shtetërore, ministria Manastirliu shpreh se ardhmja e testimit të maturës do të shkojë drejt digitalizimit, pasi po punohet për të garantuar infrastrukturën si dhe investimet në rrjetin e laboratoreve smart në të gjithë vendin, sa i përket alternativave që ofron arsim i lartë në Shqipëri, për të cilën maturantët shprehen interes të veçantë. Ministria Manastirliu tha: Jo të gjithë të rinjt ekselent duan të studiojnë jashtë. Mundësitë që janë në Shqipëri sot për të ndjekur një edukim cilësor janë shumë më të mëdha se ato që ishin dje. Pse? Dhe këtu doja t'rregoj përsëri me fakte. Sot universitetet tona janë lidhur shumë më shumë se dje me universitete prestigjioze europiane. 3 qershori është data e parë e provimeve të maturës, ku nis me gjuhën e huaj, 10 qershor gjuha shqipe dhe letërsia, 17 qershor matematika, 24 qershor provimi me zgjedhje.